Teksa sezoni turistik ka nisur zyrtarisht për një muaj, turizmi në Lezhë ka njohur rritje. Sipas dhënave zyrtare, gjatë këtij muaji numri vizitorëve dhe turistëve është 15% më i lartë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Përveç pushuesve shqiptar dhe atyre nga Kosova, zonat turistike të Shëngjinit dhe Tales po frekuentohen gjithnjë më shumë edhe nga turistë të huaj, të cilët përbëjnë rreth 20% të totalit të vizitorëve të kësaj periudhe. Rritja e shumë shërbimeve, trajnimi i personelit më i mirë, oferta, promocionit që po i bëhet Lezhës, kontaktet, panajiret, bashkëpunimet me agjenci turistike, si kombëtare si ndërkombëtare, po sjellin turist dhe sidomos edhe fundjava Shëngjini, kryesisht, po edhe Rana Hellën, Kunja, Vajini dhe Talja janë shumë të frekuentuara nga turistët. Përqindja e turistëve të huaj është rrit, ka shku rreth 20% edhe tregon që ka një rritje të turistëve të huaj tani në fillim. Por ne shikojmë edhe një tendencë nga prenotimet që ka dhe kanë treguar operatorët turistik edhe në gjatë korrikut. Operatorët turistik thonë se përmirësimi i shërbimeve dhe çmimet konkurruese kanë ndikuar në rritjen e kërkesës për të kaluar pushimet në Shëngjin. Aktualisht që flasim, ne kemi kërkesa shumë në rritje, që do të thotë ne kemi klienta nga Polonia më shumë, që kanë shumë kërkesa, dhe sigurisht nga Kosova që janë më të parë, domethënë që mbizotojnë turizmin shqiptar, edhe Maqedonia shumë, që kanë kërkesa te hoteli jonë. Jemi shumë të kënaqur edhe me shërbimin e bashkisë. Përveç çekëve dhe polakëve, domethënë veri që ka gjerman, ka popujt e veriut, ka nga gjithë bota, pothuajse vizitor, domethënë sidomos janë prirur ndrejt zonave sikur është Laguna e Vajinit ose evente natyrore që është Rana e Hellën. Unë mendoj se ne kena një eksperiencë shumë të re përsa i përket turizmit, por mendoj se jena tu hec me hapa të këndshëm, mundem me thënë, ushqimi është i mirë, çmimet janë të arsyeshëm. Sezoni turistik në Shëngjin pritet të arrijë kulmin gjatë muajve korrik dhe gusht. Numri i rezervimeve mbetet i lartë, duke konfirmuar interesin në rritje për këtë zonë, e cila po konsolidohet si një nga destinacionet turistike më të kërkuara në rajon.